A e keni pyetur ndonjëherë pse një burr I caktuar nuk do të zhduket kurrë nga mendja juaj? Provoni të mbani veten të zënë. Përqendroheni te vetja. Flisni me njerëzit, punoni, shfletoni, qeshni. Por pastaj, pa pritur, fytyra e tij, zëri I tij, buzëqeshja e tij, prania e tij ripërsëritet në mendjen tuaj sikur ai të mos kishte ikur kurrë. Ndihmohet pothuajse mistikisht, sikur diçka më e thellë se mendja juaj po ju tërheq drejt tij. Dhe ja e vërteta, nëse një burr qëndron në mendjen tuaj gjatë gjithë kohës, nuk është rastësi, nuk është një obsesion, dhe as një dobësi. Është një lidhje e heshtur, emocionale, energjike. Dhe tre gjëra të fuqishme ndodhin edhe për të, edhe nëse ai kurrë nuk flet për to. Le të shkojmë më thellë. Le të hymë në botën e padukshme midis dy shpirtërave. Pjesa e parë. Energjia juaj arrin te ai edhe nga një distancë. Gratë ndjejnë emocione ndryshe. Zemra juaj është e fortë, intuitive, e mbushur me energji. Dhe kur mendoni për dikë me ndjenja të forta, ajo energji udhëton. Mendimet nuk janë të qeta. Ndjenjat nuk janë të qeta. Emocionet nuk janë të palvizshme. Çdo herë që mendoni për të me dashuri, dhimbje, dëshirë, kuriozitet, konfuzion, dashuri ose nostalgji, mendimet tuaja shndërrohen në energji vibracionale. Kjo energji lëviz përmes distancës, përmes heshtjes, përmes hapësirës. Kjo është arsyeja pse mendoni për të dhe papritur ai shikon historinë tuaj. Ju mungon ai dhe ai qëndron pa gjumë atë natë. Ju kujtoni atë dhe ai ndodh të ëndërrojë për ju. Ju emocionoheni dhe ai papritur ndjen një tërheqje në gjoksin e tij. Kjo nuk është rastësi. Kjo është përputhje energjike. Energjia juaj e prek atë. Mendimet tuaja arrin te ai. Ndjenjat tuaja e prekin zemrën e tij. Nuk keni nevojë të qëndroni para tij që ai të ndjejë ju, sepse shpirtërat komunikojnë shumë para se fjalët të bëjnë. Historia. Një herë kishte një grua që e donte një burr thellësisht. Kaluan vitet. Jeta ndryshoi. Të dy shkuan në rrugët e tyre. Por çdo natë para se të flinte, kujtimi I tij kthehej jo në dhimbje, jo në dëshirë, por si një përshpëritje e qetë, paqësore e shpirtit të saj. Dhe diku, larg, ky burr u zgjua në orën 3 të mëngjesit me një ndjenjë të rëndë në gjoks, një kujtim që nuk mund ta shpjegonte, një tërheqje të brendshme nga e cila nuk mund të ikte. Ai zhbllokoi telefonin e tij dhe papritur pa fotografinë e saj të vjetër në një kujtim. Dhe ai përshpëriti, pse po mendoj për të përsëri sonte, pas të gjitha këtyre viteve, sepse energjia e saj e kishte prekur atë. Kjo lidhje e padukshme ende ekzistonte. Lidhjet e vërteta nuk vdesin. Ato shndërrohen në energji që udhëton përmes kohës dhe hapësirës. Pjesa e dytë. Ai mendon për ju gjithashtu edhe nëse ai kurrë nuk e pranon. Gratë e ndjejnë atë shumë para se burrat ta kuptojnë. Lidhjet shpirtërore funksionojnë në të dyja drejtimet. A e keni vënë re ndonjëherë? Ju mendoni për të dhe papritur ai ju shkruan. Ju e ëndërroni atë dhe ditën tjetër ai shfaqet online. Ju provoni të harroni atë dhe ai ripërsëritet në botën tuaj. Kjo nuk është rastësi, nuk është imagjinat. Është energji e pasqyruar. Nëse po mendoni vazhdimisht për të, ka një mundësi të mirë që ai po mendon për ju gjithashtu. Por burrat fshehin ndjenjat e tyre. Gratë I ndjejnë ato. Ai mund t'ju mungojë në heshtje, të mendoj për ju në fshehtësi, të kujtoj buzëqeshjen tuaj, të luaj biseda në kokën e tij, të pyes se si jeni, të ndjej faj, kuriozitet, lidhje dhe akoma të mos thot asgjë. Por shpirti juaj e ndjen atë. Intuicioni juaj e di. Zemra juaj e di të vërtetën para se mendja juaj ta shpjegojë atë. Historia. Një vajzë një herë e donte një djalë me gjithë zemrën e saj. Jeta I ndau ata jo sepse kishin ndaluar së dashuri njëri tjetrin, por sepse koha ishte e egër. Vit pas viti, ai bëri një karrierë, u bë më I fortë, dukej se kishte ecur përpara. Por thellë në natë, një këngë, një rrugë, një erë mund të thyejnë këtë mur. Dhe papritur ajo ishte në mendjen e tij. Në atë moment të vetme në anën tjetër të botës, ajo ndiu një peshë të çuditshme në zemrën e saj.
një val emocionesh pa arsye, pa mesazh, pa telefonat, pa kujtesë, thjesht një ndjenje. Sepse kur dy shpirtëra janë vërtet të lidhur, ata e ndjejnë njëri tjetrin edhe në heshtje. Pjesa e tretë. Universi po përpiqet t'ju thotë diçka. Zonja, jo çdo mendim i përsëritur do të thotë dashuri. Ndonjëherë është një mesazh. Nëse emri i tij vazhdon të dalë, nëse e shihni atë në ëndrat tuaja, nëse kujtimi i tij vazhdon të kthehet, atëherë ndoshta universi po ju përshpërit. Ka ende diçka të hapur këtu. Këtu është shërimi që ju nevojitet. Falja pret këtu. Ka një mësim të fshehur këtu. Ka një arsye pse ai kaloi rrugën tuaj. Shpirti juaj po përpiqet të rritet. Po përgatiteni për diçka më të madhe. Universi nuk thërret universi përsëri. Nëse një burr i caktuar vazhdon të shfaqet në mendjen tuaj, është sepse ka diçka të rëndësishme të lidhur me atë lidhje. Një mësim, një plag, një fat, një kujtim, një mbyllje, një ndryshim të brendshëm, diçka që shpirti juaj ka nevojë përpara se të mund të ecë përpara. Historia. Ishte një grua e moshuar që mendonte për djaloshin e saj të fëmijërisë çdo ditë. Ata nuk kishin kontakt për 40 vjet. Një ditë ajo përfundimisht ndoqi këtë ndjenjë. Ajo u nis për ta gjetur jo nga dashuria, jo nga romanca, por për të bërë paqe. Kur u takuan, ai tha, edhe unë kam menduar për ty çdo ditë. Thjesht mendoja se ti kishe harruar për mua. Të dy qeshën me lot në sytë e tyre. Universi kishte përshpëritur për të dy për dekada. Disa shpirtëra nuk kthehen për të qëndruar, por për t'ju kujtuar se kush ishit, çfarë ndjet dhe çfarë ende keni nevojë për të shëruar. Tani mbyllni sytë për një moment. Mendoni për atë burr që gjithmonë jeton në mendjet tuaja. Mos luftoni me të. Mos e gjykoni. Mos e friksoni. Pyetni zemrën tuaj me butësi. Pse kjo lidhje ende jeton në mua? A është dashuri? A është lidhje? A është falje? A është shërim? A është një ndjenje e papërfunduar? Një mësim? Një shenjë? A është koha për të lënë pas apo koha për të kuptuar? Shpirti juaj e di se çfarë mendja juaj dëshiron të shmangë. Ndonjëherë mendimi për të nuk ka të bëjë fare me të, ka të bëjë me ju, me zemrën tuaj, shërimin tuaj, rritjen tuaj, udhëtimin tuaj. Nëse dikush qëndron në mendjen tuaj gjatë gjithë kohës, kujtoni këto 3 të vërteta. Së pari, energjia juaj arrin te ai ndjen emocionet tuaja, edhe nga një distancë. Së dyti, ai gjithashtu mendon për ju, kjo lidhje e padukshme midis zemrave tuaja ende ekziston. Së treti, universi po përpiqet t'ju udhëheqë, ka një arsye pse vazhdon të shfaqet në mendjen tuaj. Prandaj mos e shihni këtë lidhje si dhimbje, por si një qëllim. Ndoshta nuk ishte e destinuar të qëndronte për herë, por për të zgjuar diçka në ju. Ai mund të mos jetë pjesë e të ardhmes suaj, por ai ka përgatitur zemrën tuaj për atë që do të vijë. Çdo mendim ka një kuptim. Çdo lidhje ka kohën e saj. Çdo shpirt që prek jetën tuaj mban një mesazh. Dhe nëse një burr thjesht nuk zhduket nga mendimet tuaja, ndoshta është sepse ju kur nuk e lat vërtet në qoshet e qeta të zemrës së tij.